Përshëndetje dhe mirëmbrëma kudo që jeni, lutim Zotin Xhaleshanu agjerim të pranuar. Sonte me neve, ashtu si çdo Ramazan, çdo emision e muajit të shajit të Ramazanit, kemi thënë do të kemi musafir nga një hoxh. E kemi nderin me pas me neve sonte kryetarin e Këshillit të Bashkisë Islame të Malishevës, Hoxh Saad Paçarizin. Assalamu alaikum. Aleikum selam. Bismillahirrahmanirrahim. Falëndërime qofshin për Zotin Xhaleshanu, salavatet qofshin pejgamberit tonë Muhamedit alayhis salam dhe mbi mbarët atë të cilët e ndjekin dhe trasojnë në rrugën dhe sunetin e tij deri ditën e fundit. I nderoj Hoxh Halil, muaji i Ramazanit natyrisht është një muaj i begat, është një muaj i veçantë për secilin besimtar, andaj edhe për ne si hoxhallar është një muaj i cili kërkon angazhim dhe na sjell momente mjaft edhe relaksuese, edhe të bereqetshme, por është muaj mbi të gjitha i adhurimeve, çka neve na bën që të përjetojmë momente të veçanta. Ndërsa prezenca në programin tuaj sot këtu, ndarja e këtij iftari me banorët dhe me bashkë juve, për mua personalisht ishte një moment shumë më i veçantë që këtë Ramazan e bën edhe më të paharruar dhe më të veçantë që do ta mbaj mend gjatë. Faleminderit shumë. Hoxha para se me arë në emision, ishte në vizit edhe të banorët të shtëpisë, po ndjekim historin edhe rikthehemi në studio. Banorë, përshëndetje. Atëherë kena nderin sot me pas musafir kryetarin e Këshillit Bashkisë Islame të Malishevës, Hoxh Saad Paçarizin. Unë emërtim edhe t'ju falenderoj që ka pranuar ftesën tonë. Hoxh, falenderit shumë. Falenderit për ftesën, falenderit për këtë mundësi dhe kënaqësi që na dha mundësinë ta përjetojmë këtë ditë bekuar të muajit Ramazan. Ndihem shumë i kënaqur dhe shumë i lumtur që sot patëm mundësinë të jemi këtu bashkë me juve në këtë natë Ramazani, duke lutur Zotin Xhaleshanu që ju banorët fillimisht që e ndani këtë ambient kaq të bukur, kaq të përsosur, kaq të përgatitur me kujdes për juve, të kaloni një pleqëri, të kaloni çaste dhe momente shumë të mira, duke qenë falënderues, duke qenë mirënjohës fillimisht për Hoxhën Halil, që ka marrë gjithë këtë iniciativë, që ka dhënë këtë kontribut, edhe duke mos harruar në lutjet dhe duat tuaja të gjithë ata donatorë, të gjithë ata kontribues të cilët janë përkujdesur që ky ambient kaq mbreslënës të jetë i përgatitur dhe të jetë një shtëpi e ngrohtë për të gjithë juve që jeni këtu. Andaj edhe unë ndihem shumë i kënaqur që pata mundësi edhe t'ju vizitoj, edhe t'ju shoh, edhe ta shoh një ambient të tillë. Zoti ju shpërblyft hoxha. Unë kisha dash, me thonë, ju lut Allahit që Hoxhën Halil Kastratit ka plotson dëshirat që ka, vetëm në rëmen që ka ra. Për ndryshe, edhe derën ku na ka qelë neve, mua ditë mu ka dokë se më dhërojti dishka Allahu, s'kum dit as gjo tjetër, kam pas stres, piknasësies, më thonë, o Allah, nuk për di qka me kërku une, për ti, unë jam robi jytë, që ti e din unë qka për du me kërku, çfarë urimi për du me kërku, plotësoje atë urim Hoxhës Halil Kastratit, si dhe donatorëve e gjithë vllazërit shqiptar, anë në banë botës ka janë. Jo e përmbledhet shumë mirë këtë kontribut të Hoxhës Halil dhe gjithë donatorëve tjerë, andaj edhe ju të gjithë ta shfrytëzoni këtë muaj të bekuar të Ramazanit për të bërë dua sa më tepër, sepse duat tuaja janë të parafuzuara, e veçanërisht gjatë këtij muaji të bekuar, dhe kur hutoheni një herë apo nuk i vjen në mend duaja, mund të thoni o Zot, me ato dua që tash lutur pejgamberi ty, edhe ne po të lutemi edhe pastaj përmendni edhe me emrin për kon keni dëshirë. Kështu që shpeshtoni duat sa më tepër gjatë këtij muaji, sepse ato edhe ju qetësojnë juve shpirtërisht, por edhe janë shkak dhe sebeb që këto të mira, ky shërbim i jashtëzakonshëm i Hoxhës Halil dhe gjithë donatorëve tjerë të shkon duke ushtuar në tërë vendin dhe kështu pastaj edhe të tjerë njerëz që kanë nevojë të gjejnë një stret të tillë të kenë mundësi të tillë. Andaj më sa më tepër bëni lutje dhe dua, Zoti ju ndihmoft, Zoti shpërblet Hoxhën edhe gjithë donatorët me të mirat e ditën në dhe në heret inshallah. Me qenë se ka rastis nata e iftarit që me pas edhe disa musafir tjerë, unë kam derën me prezantu një musafir tjetër,
Mësafiri veçantë i shtëpisë, Hyla, përshëndetje. Përshëndetje. Mos luj, që unë po unë nga te qëtu. Mirë, hajde. Hyl, që shie? Mirë. Që shpo kalën? Mirë, po kalojmë. Mirë. Hyla për ndryshe shtëpia të moshuarve këtu me banor ka 6 vite, që 6 vite kjo zgjedh një natë dhe sjell iftarin, iftar special me gatesat e Hylës. Çka të shtyni me marrë këtë iniciativë me Art e Jetimat të Ballkanit çdo Ramazan? Gjithmonë kum pas dëshirë me gjetë diçka ose diken që unë muj me kontribu. Edhe aq ma mirë të këta të moshuar, sepse ka vite ndoshta këta nuk që s'kan mujt me bogatime. Do më thonë, për shkak të moshës, këto ose këta burra nuk kanë mujt me gatu që shduhet edhe unë e kom pas knaqësinë që unë me ju pru këtyne këto brumat tona, se na merremi veç me bruma. Kështu që me gjellna sigurisht se hajnë ma shpesh, a me bruma ma rallë. Kështu që kom zgjedh këtu që t'i knaqi këta me brumrat tona. Hyl, unë në emër tim, në emër të banorëve dhe të stafit, thëmë Zotit ashtu bereqetin, falimderit shumë. Falimderit shumë. Inshallah kishë shëndetin e jetë gjatë. Falimderit shumë. Është kënaqësi shumë e madhe dhe shumë e veçantë që unë këtu të bi çdo vjet të bi iftarin këtu për këta të moshuar. Shumë falimderit. Gatesa nga Hyla, Zoti është përbleft. Hoxha Efendi, ka disa herë që ke vizitu shtëpinë e të moshuarve. Për shtypjet e juja? Natyrisht, secili qytetar që vije këtu dhe ka mundësinë që të vizitoj këtë ambient të ngrohtë, të përgatitur me shumë kujdes dhe të veçantë për këta banor që kanë qenë me fat të zgjedhur, mendoj që edhe nga i madhi Zot Xhaleshanu që të përjetojnë këto çaste të këndshme, është mjaft mbreslëndse dhe është befasuese se për përgatitjet, për stafin, mikpritjen, kushtet e ofruara për banorët, edukatën që shifet to, pastërtia dhe gjithçka. Prandaj, lut Zotin Xhaleshanu që t'ju shpërblet me të mirët e tij juve dhe gjithë donatorët të cilët janë kujdesur për të siguruar një ambient kaq të përshtatshëm për këtë kategori të shoqërisë sonë që janë aset kombëtar për vendin tonë, të cilët natyrisht që meritojnë një përkujdesim të veçantë dhe ju bashkë me stafin tuaj dhe me gjithë donatorët tjerë keni arritur që një barë të madhe të shoqërisë t'ia largoni dhe kështu t'ju ofroni këto kushte kaq të mrekullueshme. Andaj ju përgëzoj. Faleminderit shumë. Hoxha Efendi, jemi shoqat bamirëse. Jemi në muajin e shenjtë të Ramazanit. Bamirësia në përgjithësi e në muajin e shenjtë të Ramazanit në veçanti, diçka nga fjalët e Zotit edhe të dashurit e tij Muhamedit alayhi salatu wasallam. Natyrisht me ardhen e muajit të bekuar të Ramazanit, të gjithë besimtarët angazhohen me ibadete të shumta. E veçori e muajit të Ramazan është agjërimi, por edhe shtimi namazi përbashkë darimi dhe shumë të tjera. Të gjitha këto janë ibadete individuale, adhurime individuale, ndërsa një ibadet tjetër që është shoqëror, që është i përgjithshëm, që është për të mirën e shoqërisë, natyrisht është edhe bamirësia. Andaj, besimtarët më shumë se kurdo herë tjetër, gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit, mundohen që nga qenia e tyre, nga pasuria e tyre, e dashur, të dajnë një pjesë edhe për kategoritë në nevojë dhe kështu të jenë dorë e zgjatur, të jenë dorë e shpresës, të jenë më human se kurdo herë tjetër gjatë muajit të bekuar të Ramazanit. Shpërblimet në këtë muaj për të gjitha adhurimet janë të shumë fishuara. Andaj edhe sadakaja, bamirësia që jipet gjatë muajit të bekuar të Ramazanit është e shumë fishuar. Për këtë i madhi Zot Xhaleshanu në ajet kuranor na tregon ku na thotë se shembulli i atyre të cilët japin nga pasuria e tyre për Zotin Xhaleshanu në rrugt të Zotit Xhaleshanu është sikur shembulli
i farës e cila mbin 7 kallin dhe nga secili kallin ka nga 100 kokra. Andaj, përmes këtij ajeti kuranor, neve po na jepet me kuptu që sadakaja, bamirësia që jipet veçanërisht në muajin e bekuar të Ramazanit është e shumë fishuar, 700 e më tepër herë në krahasim me periudha tjera. Po ashtu edhe pejgamberi alayhis salam na ka treguar që çdo e mirë, kullu ma'rufin sadaka, çdo e mirësi është sadaka. Andaj llojet e sadakas, llojet e bamirësisë janë të shumta. Nuk është ndoshta vetëm ana ekonomike apo ana financiare, por edhe një sjellje mirë, fjala mirë, buzëqeshja, ndihma fizike dhe shumë të tjera janë ato lloje të bamirësisë të cilat besimtarët duhet të kenë kujdes që t'i veprojnë më të shumë në këtë muaj të bekuar të Ramazanit. E aq më tepër ku kemi të bëjmë parasysh që muaji i Ramazanit është një muaj shumë dimensional. Pra përveç adhurimeve që ofron në aspektin individual, edhe ka në aspektin shoqëror, edhe shtrimi i iftareve për familjet në nevojë, kategoritë e ndryshme të shoqërisë sonë, për jetime sidomos për kujdesja për ta, dhe të vetmuarit, të moshuarit dhe shumë të tjerë, pra këto janë disa prej atyre aspekteve përmes të cilave besimtarët kanë mundësi që të përfitojnë në maksimum prej shpërblimeve që Allah xhaleshanu ka ofruar për bamirësit në muajin e bekuar të Ramazanit. Edhe Allah xhaleshanu dhe në ajetet tjera kuranore na tregon që nuk do të arrini kënaqësinë e Zotit për disa mos t'jepni atë që e doni më shumë nga pasuria që e doni më së shumti. Po ashtu pejgamberi sa na ka mësuar e ka treguar duke na thënë që pasuria që jepet apo sadakaja, bamirësia, e veçanërisht në muajin e bekuar të Ramazanit do të jetë edhe shpëtim për dhuruesin nesër në ditën e gjykimit, e cila pra do t'i bëj hije. Prandaj gjitha këto dhe shumë të tjera neve na nxjisën dhe na tregojnë për vlerën madhështore të dhurimit, solidaritetit, për kujdesjes për të gjitha kategoritë në nevojë në vendin tonë. Andaj shfrytëzoj edhe rastin që t'i bëj thirrje fillimisht vetvetes time dhe pastaj të gjithë atyre që na ndëgjojnë nëpërmes të ekraneve, përmes ekranit televiziv, që gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit të jenë më të kujdesshëm, më të përkushtuar në dhurimin, bamirësinë shumë dimensionale në të cilën ata kanë mundësinë për të gjithë shoqërinë. Hoxh Saad Paqarizi, kryetar i Këshillit të Bashkisë Islame në Malishe. Faleminderit shumë. Zoti shpërbleft. Unë nuk po du me zgjat më tepër, ke përmbledh jashtëzakonisht mirë, veç se në emër tim edhe të banorëve me të falendëru për këto këshilla, edhe shpresojmë me të pas edhe herë të tjera në emision. Shumë faleminderit. Isha i nderuar dhe shumë u ndjeva mirë në këtë studio dhe në këto momente që ndodh bashkërisht me juve. Zoti ndihmoft, Zoti shpërblet edhe juve. Faleminderit shumë. Na po vazhdojmë me emisionin, është një storje feste përnder të pavarësisë Republikës Kosovës. Këtu banorët e shtëpisë kanë pas aktivitet festiv. Kjo është storja që do e ndjekim e rikthehemi prapë në studio. Kosova është shtëpia jonë. Ne jemi dëshmitar të kohës që kaloi. Liria për ne të thotë dignitet dhe qetësi. Lirinë i ruajmë kujtesë me zemër dhe dashuri. Kujtimet tona jetojnë brenda kësaj dite. Na e mbojmë men rrugën e gjatë deri këtu. Kemi pas kohë të vështira, por nuk kemi hequr dorë. Sot nuk ka një ditë e zakonshme. Edhe sot falenderoj jetën për lirinë që erdhi. Do kujtimi ynë të kopet. Liria e për ne nuk është fjalë, është përjetim.
në heshtje, kemi rujt shpresë. Sot është 7 shkurti dita e lirisë tonë. Ne kemi pas dëshirë me ju vizitu juve, edhe na vjen mirë që ju jeni mirë, edhe ju urojmë shëndet e pleqëri të mbarë. Të dashur gjyshër dhe gjyshe, ju jeni një thesar i çmuar dhe shumë i dashur për ne. Jeta dhe urtësia juaj na frymëzon çdo ditë. Ju urojmë shëndet, paqe dhe shumë buzëqeshje pafund. Ju duam shumë. Ngri flamuri lartë, me shpresë në çdo shtëpi. 17 shkurti na dha zë, Kosova u bë e lirë. 17 shkurti, sot flamuri ngrihet lartë, Kosova flet me zemër zjarë. Por sa qosh shqiptar me sy, tan Kosova është aty. Mua m'hasin kur beqar, të flamuri Kosova. Edhe me javru festin e pavarësisë Kosovës, uroj që me festu gjithmonë bashkë me gjithë mirë. Faleminderit. Prishtina është maj bukri vend. Pavarësinë e kena kalue super. Me tupona, me dojre, me turte, në kërejt. Jënë kohë 15.000 veta, 20.000. Vendlindja u konë mirë, u konë me këjshi, u konë e qetë. Gjinja ju në konë të mirë, për pavarësi më së të vëllëm, pavarësi knatësi u konë, për para shumë mas pari, mota shumë mirëve qërime, gjithë dhe me knatësi. Gjiloni ka qenë mbas Prishtinës qyteti i dytë i Kosovës, do të thonë në ndërtim. Mbas lutjes, përshërimi një na gëzu shumë, të gjithë populli na kanë duket madhe i vogël në qytet, kena festuar me muzikë, me topona, me të gjitha ato mjete që i kemi. Urime 17 festa e përshërimit të Kosovës. Peja është vend i bukur, vend turistik. Unë jam komunja Skënderajt, fshati Kuqicë, kena festua, kena bon, atër ka pos ma pak shqiptar atje, po të njoni tjetëri me telefona, me gjithë natën sonar gjithë ditën, telefoni, televizori. Mitrovic, ku në lindë, rritë e lindë, më për Mitrovic e martunën prekas, tani fesat e kretu më nëzanën aneje. E Mitrovic, mirë femni, mirë qetë. Edhe jo për hajdo kjo parvasia ma fori, për jo be për hajdo tonë parvasin, sot dhe të rëzgjena e gëzena me gëzim. Me të mirë e gëziu shumë. Ju uroj pavarësinë e Kosovës përgjithësi krejt. Mirë kemi festu, edhe ku një farë probleme edhe kohët luftës, nuk kemi pas në aty. Probleme jo, nuk kemi pas. Mas pari uroj gjithë shqiptarëve pavarësinë e Kosovës. Kudo që jenë, dulën në klinë qytet, gjithë natën me makinë të lëvizën e për kafe që shtu me shok, me shqyqëni të jaru njënë tjetërit, edhe kënësi ma në mos ka pas, nuk ka pas. Urimi pavarësinë e Kosovës, këmi shqiptar, kudo kohë që janë, po edhe ju që jeni këto, shërbysh e halele kete këzjoshe me të mirë,
Inshallah viti qitë hala ma i bukur vjen se këmi këtë pavarësi. Ftoftë, pjeshk. Ftoft, pjeshk. Janë dhimi shumë mirë, kush janë prezent, kush janë kalton dhe. Edhe se kemi dalë në shku, në qëto mujë kemi shku në Kaçanik. Viti njërë që ta janë reqë, ka rëthlu shumë. Po, unë jam e fshatit Samadraq, komunës Arikës. Po fshatin Samadraq dijet me qenë se ka shumë vreshte, e ka një rushtë të mirë të ëmbël, po edhe ka tokë pjellore që gjithë që ka bëhat. Unë jam shumë krenare që jam ati vendit, që jam rana tokën ati vendit. Më spunojnë për pare, se gjitha vinë ka pak, ta kesh pak bukë, e kryp, ta ndërtojnë e Kosovën. Mos ta harrojnë e Kosovën. Shumë është Kosova vogël, po shumë është e pastër Kosova. Me pasuri, me argjend, brodh, gjithë shka ka. Para veti o konë njëherë ma i vogël. Tash o mush plot. Gjinë po zonë plot, shpia, elhamdulillah për Zotit, inshallah këta rinia që kanë e dërshgojnë me të mira, se na një kohë na ka shkuar. Shumë durim, shumë shpes, me shumë knatësi e kemi prit. E rinia, se për neve ta e ka pas. Po, inshallah rinia e gëzojnë këtë përvasi, si kanë e hecin për para. E shpalli Kosova pavarësin. 17. Jo të lumt, është përgjigje shumë e shpejtë dhe shumë e saktë. Cili është liçeni më i madh në Kosovë? Liçeni më i madh në Kosovë. Ku i monet? Që të përmëndi që të Ku i monet? A mos me ko i monet na pip tu që s'mi shumë. Jeni të pajtimit gjithë, apo keni mendim ndryshe? Emri i lasht i Kosovës, Iliria, Dardania e Pirja. Dardania. A dhe ta shojmë përgjigjen e saktë? A, mama. Dardania vjetër. Kjo është ajo që dituria nuk fitohet vetëm me libra, nga njëherë me një shititje, nga njëherë me një bisedë. Këtë qeja që kishë po i qëtë zoti, a frimën Frymën jo. e ka që të kosh. Është e saktë. Bacarazin, çka mendat? Mendje. Po. Festa për nder të 18 vjetorit të pavarësisë së Republikës Kosovës. Unë i falenderoj gjithë ata cilët ishin pjesëmarrës, ka pas vizita jashtëzakonisht të shumta, sidomos të shkollave të ndryshme që kanë vizituar shtëpinë të moshuarve dhe banorët. Inshallah Zoti i runë i shpërblen të gjithë. Storia radhës vjen nga komuna e Vushtrisë. Janë dy pamje, pamja e vizitës së parë, gjendja në cilën e kemi gjetë familjen, dhe pamja e dytë, dhurimi i qelsave të shtëpisë së re, po ndjekim bashkë. Përshëndetje, po paraqitemi nga fshati Kçeq i Madh, komune Mitrovicës. Sot kemi ardhur me dorëzu qelsat e shtëpisë së re, familjes Lulzimit. Lulzim, orna.
Tashmo, veçina në ambientet e brendshme shtëpisë 3 Lulëzimit, e na po e lëna me pomi se çush ka qenë në vizitën e parë. Unë shumë në Lulëzim Deliu, jam pikëqyshje të madhe, kam gjendje shumë të vështirë, me një ndihmë sociale në qytetëri dhe tëre, që e ma që ndihmë me që ato në bjetëj, ka pak që shtu hekra ku të gjoj, bledhe, i që i shes një evre 2, 3, 5 ere, falimderim unë edhe për migjes, unë ndihman shumë për gjenë ushqimore, se në vëmendje social nuk muna me bjetu. Afer 8 mujve që të jashtë që jetin që të shpi, në përjo kjo shpi së është e jam një heq, është e migjes. Po i ka pas migja lëpë këtu, i ka lëshu po është për hak temin, më ma lëshu mu që të shpi me jetu. Na jena 6 vllazni, baba njëri ka ndroj jetë 2016, nëmën e kina gjallë, nëmën jeta me vllot vogël, edhe ta më jena qështu të shkip tas. Po në këm jetu me vllon, këm jetu e bashkë, po vllote, po është edhe atina ju ka këtu gjendje, së më shumë e dalë as të njëndi, edhe tha vlo, bën një zidhe, dikon tha se s'po mundu me mbi jetu në dëtë. Në shpi, edhe më ka dufu mu të rejë me arë me hitë që të shpi në një gjithë qëtë, se s'kom posë zidhe për fore, me një tim sociale, s'mu shumë ja dalë. Edhe aj, tash edhe aj e ka ndimin e socialet, edhe në ndimin socialet dhëtë më ka ndimin e socialet, se s'kje për të ta. Me që të gjendje që të qysh për që shpi jam. Po era më balë e shtirë, balë, po s'po kam kaja dalë të tërkom, po duhet me mbi jetu që të me jetu, qysh më una. Në malë dalë ka pak dhe dru i boj, vetëm nuk jam mirë pe i shnite, ankër pe i qafës, shtyp jam bjen ka 6 shpesh, nuk u zë mu largu fër pe i shpis. Veti kontër të janë të familjes jam, një djollë dhe i qik edhe bashkërtja. Jam Lavdia Deliu, kam 2 fëmijë, djalë e qik, kushtet ekonomike që shpishin edhe vetë, me shprej se bëhat mirë, mësë shumë të ranë. Shpresa, për mboj ke mire, që është të që shpeshene. Fëmijën ka mirë, lanë për zotit, mirë janë, me shnet mirë, me shëndet mirë. Ka pas momente që me të pashqim, ku më kërku ndim për i mizës, sa ka pas edhe mundësi, unë ka ndimu, ka pas. Ka pas në natë që thëmin i ku më shqy, vetë s'këna mujtë me pa, në ngrënë na, më duhet me ra me plej që është të pa hapër, se s'kum pas. Thëmin më ka duhet me ma të mizë, edhe nuk i kohë gjendë të jenë qashtë mirë, pa dhe të keshë jo, po më ka ndimu, edhe më ndimu anë hala. Falimderit për ti në mos me konë na i më ndimu, unë s'kisha mujtë mja e dalë. Nësë ndimë sociale, 130 s'kisha mujtë mja dalë me bjetu. Se shumë shtjerë, ranë. Senet nga ngritë qyme shumë të larta, dhe natë në mërzit nga. Se thëmija mu shumë të mu, për në pësë. Babë, thëtë kërë kena shpinë. Nasë e ramë në e kamë në që kërë të më thëtë djole, babë, a ka është që ke shpia jone? Kërë kemë shpinë të hënë? Mu më pytë. Se që i ka petë me e vogël, ma nuk pëtë, djoli pëtë, po lypë kërkesa, po ko kërkesa të shumë të laja, po me shprejës, hajtë se ta blej nesra, hajtë se ta blej nesra, hajtë nesra, të shtyp. Thëm janë nuk dhe nga kjeski, zëtë vetë, dhëtë me hangur me pijë të natë. Qysh si në të rëziku, që ta shë kër në gritu më dole më nëmë, anë në këshere dhëmën qysh ja këna shti shtyllat, në mojtë plafunë mësë me ra, mësë me hitë fëtëftit të malë, sa ajo qohë ish ka dënë me ra dhe është, që edhe kjo, që kur qohë atje, është e qohë na. Më hera më balë, fëtëftë ku pa është balë, ba, me që të farë kaftyrën që të mu është dru, të bojtë me mallit ka pak, të ngru, mësë me njërë thmija, vetë, nga gruja, qështë. I kësha lutë, kush ka mundësi, në strehem, ma bohe, edhe aj një cent që je, pa i ba mirësi,
Allah është përbleft. Lulzim, shtëpia e re tash. Po, shtëpia e re, i falemnderojna donatorëve, Basit Halil, tonëve i falemnderojna shumë për gjendjen që e kom posële, nuk kisha mujt vetë me bo, po fal kontributëve, fal donatorës, shumë falemnderit jam mirënjohës për këtë shtëpi që ma kanë ndërtue. Shoqja nuk gjinet këtu për momentin, është prak në lindjes, nuk ka mujt me konaja këtu. Kisha posë e vaja, po s'munet. Falemnderojna shumë, namën grus, namën krejt familjes, shumë falemnderit për këtë mirënjohje, për këtë kontribut që ma kanë dhënë. Dy gëzime i paskës. Po dy gëzime është shumë falemnderit, po presëm tash shumë falemnderit, edhe gruaja ma me këmene që të orën e fundit të kohëveç, prak lindjes është edhe aja, edhe ma me këmene që edhe aja dy gëzime i kam shumë falemnderit për juve, jem mirënjohës shumë për juve. Jeta jame kam ndryshu shumë, se tash kushtet jetë më të mira, gjendja është po shkatu përmirësue, për shkak kushteve ta në senet jenë shumë ma mirë, edhe tash edhe me punja kom njësë, po përnej ka pak, ja ka njësë edhe gjinja po vim, po më ndihmojnë, fal juve që një orë dhe keni mojnë qizimet, ja ka njësë gjinja po më ndihmojnë edhe mirë, po edhe vetë tash jem të punuve, falemnderojna, po më ndihmojnë shumë mirë i kom senet, që tash shumë ndryshim është shumë i madhë. Me shpija tje me kokur për shë, se konota me ditë ndryshimi se aja bile aja gati veç ka ardhëzët është aja shpija. Se u qoha halo ma shumë, ka ullë për plafuni shumë. Shumë është u shkatëku edhe ma shumë si u konë, se gjendin që i një konë u shkatëku edhe ma shumë. Inshallah gëzani ta shtëpinë e re. E na e falenderojmë edhe djellën edhe vajzën e saj Tara që janë donatorë të vetme të kësaj shtëpisë. Duke rrugë gjithat mirat në jetë, na veç po ja bojmë për halë lëzimit, inshallah e gëzani, Zoti ju rujt. Falemnderit shumë. Egzofshin shtëpin e re pra në Këqiq të komunës Mitrovicës, e ba mirë si Zoti kur mos i hund. Storia radhës flet për një histori të dhimshme të një familje në komunën e Prizrenit. Stafi jonë ka shku e ka vizitu, na ka sjell këtë storje. Pas storjes na do eftojmë familjen këtu në studio, po ndjekim storjen bashkë. E që ta shish në të hangër, të shku në shkollë të shoqët, që të gjanë zotet që kështë në lepë kërë. Për heqë. Dhe që në 50 euro pagu mujtë. Qikën e smutë. Pagu mujtë. Qikën e smutë. Imi pështetë. Përziti pëtë. Shama vë. Qikën e smutë. Të shtim qështu. Vallaj më zërë. Pasha Allah më zërë qështu. Që shpja deni me jetu? Vallaj më zërë. Për në në më në kofti. Pasha Allah më zërë. Se ka në zote e ishë për bleft. Që pe marëm për në në më në bukë. Se ka në zote e ishë për bleft. Struja ujtë. Barloke që qareja. Që të bukë. I latë të qikës, mjeki. Struja ujtë. Barloke qareja. Më kanë jeshtë njëra ja pak mjeki. Po jenë rogët pak më të njëra. A valan kësohu pak. Po në bukën e marrëm të kuzhina. Që 3 vjetë për 4. Një po shtyki jeta të shpresa. Hajtë së sot dhe hajtë nesër, hajtë sot dhe hajtë nesër. Ase po shkojnë jetë veç. Unë sot duhet me pas prishnin të eme. Ase po shkojnë jetë veç. Jo më thmi më marrë. Nesër. A besën zëtë. Më në zëtë që për... Qoj me në rrua, në për da la, për da në rrua, për da veshë, për da në... Kuë. Kja është dhe me hangra, dhe me pjesë, dhe me thonë, ma bëlla. Ma një smut është,
ka ta nemsh, thët pasha më një të po, koshën falë Allahit, a e në ka përvu, edhe tjetra të mlenë që kështë shpirë të ta ka me këshyrë. Të mlenë shpirti, ka me këshyrë, kur që 15 vjetë, nuk o këmë që unë e ka shohën të goja jeme pakta, edhe më nësa hanhoj me ta. Kur heqë, betona të zoti. Mërzit në vëlla ka njëherë, pa thamë, për lukët në zotit, va më zëta thu. A ma keq janë bota, shatë këmë boa, pse këtë ngarkes? Se këmë pas ngarkes balune. Kërë më shku, burë jeme ka në smutë, atë kalzoha. E ka pas babin e vetë në bërgë. Se kërë më shku, e kërë në shku me pa, ata policia ka në shtu në bërgë, e ka në qitë këto. E kërë në shku me pas babin e vetë në. Edhe ma pra aja ditë kjo ditë e ma, së kanë për punë vetë në shku me pas babin e vetë në ditë kjo ditë e ma. E kërë pas 4 pleqë, ma ata e marrë vetë. Nuk e këmë lanë asë për he, asë për pi, asë. Këmë banë punë dore, nuk këmë najtë. Ajo ka një smunë asë për pi, asë. Më përnu, s'ka përnu, po kështu për vetë e kanë. Po më këpëtën. A, kjo ma ka hekë një shkallë. Ta shë sëmë për qaj, e bënë rëmë. Për që të mujtë me qitë në qëtë ka vesën e qaj. Qashtu, që lutë zotët, e zatë një mëmë. Nana së në hiqë dhimë të pe asë një vladit, kur? Thënë, kur ti hiqë dhimë të nanë për vladit, atëja ka më bëllë dhe e ujë. Vëlla nevoja kërësore për mu, me pas një stërhem. O, buku kryp kësh në hangër, edhe s'kesh në dzash gjatë tjetër. 250 euro para për jenë. Nashtë për kush e kosë janë. Po, për këshyrë në mujtë, 2 mujtë 500 euro, po shaki më bo. Dashtë zoti, e ata gjëndë që bojnë mirë, inshallah zoti shpërblenë. Më zërë që nga kanë bërqë, dhe ata kanë familje. Jo, ashtë të duhet më thonë jetë më një muja s'ka. Kanë familje, kanë nane, kanë baba, kanë fëmije. Gjësë kush për shkonë në skendi jonë për që tu. Se tonë kanë qenë më najtë më nane në vetë, më baba në vetë, më familje në vetë. Pasha zotën, qeli balë për më në votë. I paj për shuni, heqë. Heqë i paj për shuni. Pa thotë edhe, ku më di shka më thonë, bë brejkin e japë, heqë, ta më s'me lanë pa e loqë. Po, inshallah Allah i është i malë, mërzitët, që është mërzitët, një për vladë. Vladë nona jemi vetë, mund shka, mu Amerikën më madhonë tash më thonë. O e ti mutër, pas ki që ta smuta, pe dënë Amerikën e që ta me që në kom. Aja, folio kofta, jo, që ma që në kom që ta. E që ta shish në të hongër, të shku në shkollë, shoqët, që të gjonë zotët që kësh në lepë korë. Kur heqë. Marra s'kesh në dashtë shpia, s'kesh në dashtë. Sanë, heqë, bërë heqë, që shka të më dhe në sanë. Vishë ta me posë mirë. Më që 15 vjetë jam me mshelë në më ta, asë në shkajtë vlaj, asë në shkajtë qika, asë në shkajtë motra, se së në lo. Që to bukën edhe shkajtë për 1 minutë dhe e marrë qeshë se shtërinë një shpunë të pëtut në. Kejo që livizë. Po, në thënë halli. Të livrit, nështë a i shtasin konta dhe shka. Së në lenë. Së moj me lanë heq asë 1 minutë. Inshallah marë zëtë, kërkon zoti se s'përvan kështu. Kush nuk i ka zoti a falë, kush i ka zoti a lashtë. Marë Allah që i nelë dhe inshallah. Prekse Shyhrete Morinë. E na Shyhretën e kemi ftu sot në studio, i thomi mirë se ka ardhë. Mirë se ka ardhë, hajde. Mirë se gjithë. Hajde mirë, se ka ardhë një hajde. Shyhret, mirë se ka ardhë. Mirë se gjithë. Qështë je? Që mirë.
Ka pak. Na pam një historie, na preki gjithve. Ko ka sprovu Zotë Edin. Kë e ka sprovu Zoti, a e din. A i mundet me ditë. Shumë e vërtet. Na të rego sa antarë familjes jeni? 5 jemi. Me kënë jetën ti? Me djallin e madhë. Me djallin e madhë. Kjo vajza kujt është? Kjo vajza është e gruas parë. Djallit, pra, vajza e djallit. Po. Ka linë që shtu? Po, Zoti ka falë. Shka në ka dhonë Zoti njërë se artë. Sa vjeqare është vajza? 15. 15. Më 21 janari ka bon 15, ka hinë 16. Që 15 vjetë unë e këqyre e marë, mirë më ta. Djale s'ka qare, pa dalë më përnu, kush me këqyre ta? Të ka i tjeni të artë në prizën? Jemi pi kushninit hasit. Kushninit hasit. Mirë, kjo, a ka nevoj edhe për ilaçe, për terapi? Po, valla, po. Po unë s'ko mujtë me qitë në telefon, me ngushtu kërkamën. Thë më ka ardhë shumë keqë, se tonë përshkojnë për një jetë matë mirë, dhe ata kanë prëndë, kanë none, kanë babe, kanë fëmije. Zotin e ka qua, Zotit i bëhëm shalom, na duhet me bëhëm e zmet. E kumë te tash, kumë mujtë, për tash i mloa. Mosha? Edhe mosha, edhe mërzia, me po një vlad të vladit të ashtu, ma ka hek gjysën e zemrës. Po, shkat në qënë Zotin mirë sa artë. Për ati nësë kemi ku më shku. Duhet me bëjë zmet, tisa ta kam shpirtin. A ditë që merë Zotin mu, inshallah sa ja bënqaren. Tha që 15 vjetë e këshyrë? Që 15 vjetë unë e këshyrë. Hani me një pjatë, me një sahan bashkë? Më një sahan hojmë ata. Am ka orë qika, am ka orë vlaj, am ka orë, kësh më ka orë, unë nuk im do. Për asaj më ullë më dhalë në angër. S'ko mujtë. Më një lukë hojmë ta. Që 15 vjetë. Që 2 vjetë i bënë korrekt burri që më ka dekë. Atëherë 2 kishna. Më dhe atë 30 vjetë i kom bëjnë zmetë. Burrit? Burrit. Apa më bënë dhe qika. Djeli, shka më bënë? Më najtë në shpis bëjki. Dhe do ki më hangër më dytë smutë. Ajtë dilki, që të në Kosovë, Maljavë, së në ka shku. Se kishna 2 smutë. U do kemi qukë të mjeki. Tash, tash ku mujtë, e qesh në parë duar, për tash arrit. Pse në smutë e arrit më trapë. Në dëse më apë që aty të qesë në kërvatë më ra. Për thamë, o Zatë lutë në Allahot, o Zatë një mamë. O Zatë një mamë, ku ta marrë me nru, me pastru. Me dëgjua dëgjën vajza? Më ngu në gënë, po më po më sapë nuk shë. Nuk shë? Ja, se kur ti unë në nodë, mësë më folë nuk din që ka hinë dikush. Me ditë e din, po kush ju? A kur ti unë që foli, aja më në gjithë zonën, se mësu më mu. E me folë s'folë? Ja, asë folë, asë lebizë, asë. E kur qitë në krejtë trupin. Asë din më lëpë, më hangër, asë din më lëpë, më pi. Vete ja, kur të bënë, di shka ka, se jo marë që 15 vjetë një e din tash shka ka. I jepë më hangër, i jepë më pi. Kur ka shorën që 15 vjetë bëj bi, ku dush në Koran, në Allah se në ka falaj, se kom që lugë në para asaj në herë një për viti. Korreq. Atë kanë ndimu në i kush shëra? Kërkush. Vetë që më Allah që në ka falë. Për jeshtë tash që 3 vjetë që e marrë bukën në kuzhinë që juve. Që e në ka një mu balë. Se kjo është më pampirësa. Apo mundi mi siguru i lache e pampirësa? Baloj, balë mësërë. Pasha Allah, në Allah i sërënjët. Leja dhe jasë mund. Te para 2 vjetë, për sa më kom pasë dhe burën edhe e që ashtu konë, si kjo, vajta.
I pa lëvizshëm edhe burri? I lëvizshëm ka lëviz, po vetë i marrë më ta, me veshë me më kritë. Gati si kjo, veç që ka hecaj, bili se ko marrë para duarve. E fort? Siguri. Ama prapë shqyqyr që e ki shnetën, e ki forcën. Falenderoj Zotin, shqyqyr që po tham e smuta, po s'kam qef më kajtë se tham, po thot Zotin ashta, a që janë smut, që pi bën e zmet për kona, pse? Për që ta? Të zemra më konë. Pa ajo s'kam qef më patë më lëtë. Më vëqë këtë i tha me nilë, së nilë e ka e minë. O e nilë rrëti këtë më lokën, në përshkep e marë bukën, bisak. A dhe i knotët zemra, thaj. Të kuptën? Kuptën. Më folë, s'folë, asë librit, asë duar, asë më zërë vishën, më zërë, ja dishët. Ku me marrë me që unë banje, po hamë, hej, zëtë një mëmë, se po më pështëne, po bjene, po më qarë, së mija. Ma mirë me rëmunë sa këta. Allah ishë shumë e malë. Po, inshallah, është përkrit. Për nevojlit. Unë këmë thonë, inshallah, Zotë i bënë djemë të mimi një mundi kujtë. Kusha nevojli. Po, për të spërvej, ka thonë qërë se nështë përvën, për të një më dikoshty. A keni kërku ndim në komunë, apo në ndaj Po, pasha Zotën. Jem kanë shku në komunë i ka jetë 3 vjetë. Asha bënë bërë kështu, adë një dhem banem, se nuk kam me maru, o shkort. S'kam, më në rogë s'kam. As kur s'mo e mërtë. Shka më në rogë ti? A qikën të mjeki, a kom pas burën para 2 vjetë, pa hamë. Hala 2 vjetë, korre ke bën 2 vjetë se ka dikë. 30 vjetë më qëta, smut, i loqe. E ka pas dhe një kësia me marë të mamolila në Gjakovu që me paskyra. Gjdo nësë të një ditë e ka pas me marë, e ko merë ke ata ma, se që kje që i ka që është shtënjë tash. Ta mërë sa bëjnë këtë vaktit, që hetë këtë 2 të gjithë, po ku vike e minute në sheki. Kishë qarë, ki qarë, papa dekës të mbje vaktit, kur të ka thonë Zotë. Ashtë pashku me marë. Po të spatët e ato, i këda veqë. A s'ki gudzu me prikë. S'ki pas qarë pa që me marë. Në kësijet. Qështë? Tha që 3 vjetë e merë bukën në kuzhinë. Ku mësove, kusht tha që është një kuzhinë që... Vëllat veç që i kumë pa në televizor. Në telefon e kumë pa. Kumë thonë, këtë pështetë e shpërziti, kush ka më thanoj? Heq për veti më thonë kësha, bili që të qikën më staloj. Heq më thonë kësha. A për me nuk e hoj. Kësa ja lojnë, thanë, ti, mirë më shnëjtë, së kërvejra, po, qëfa shnëjtë aja, ku s'hecës din. Apo e ndimën pak buka kuzhinës? Po, shumë. E falenderoj të Zoti, ty më gjasë ta. A ata që shka kanë qitë, ata Zotë, ata kanë vonë me i dorë, Zotë ja dhash në 2. Kur Zotë më se hoptë. Ja bënë Zotë më hangë më lukë dëkatit. Si cëllëj, si ata që jenë këto, po si ata që jenë jeshtë. Se asë nësë kemi gjallë pa ata, se jetën së në vynë, jetën e... O ma vonë unë kretë, Amerikën, shka pa më vynë unë vetën. Së më vynë. Kam qef më pas shëqni, kam qef më pas kërshi, kam qef më pas... Këtë dësha njërët. Këtë më razat i shala kanë. Qëfar moshe keshë vetë? 61 vjetë i ku mush, më 17 janar. Për gjatë të 2 janë. Tha, tënë jetët ka shku të ju? Tënë jetët më ka shku. A ki dikon tjetër që të një mënd tash me vajzën? Jo. Numësën e kam, për numësën e kam. Që këtë djelit, shumë më dhimat, se ka përnu non-stop. Nuk i hesi në faka, ke kësmet për Zotit, unë danë,
Thash, ti merë nusën, shko që të mjeki, se e ka një vajzë, po kemi qef. Për para kanë thonë plesht, malë e vlad një në këngin kërë. Po tash, do që pëllnin që pëthojnë me një e vlad, ja. A vlad një nuk një të kërë. Kur e vlad dhe ti për në kanë. Merë këmë thonë me nanën, bënë i lashë nusës, ta bëjnë edhe në e thmi. Për sa të jam unë e gjallë, ka më të aktyre une. Ti më s'ki derë për këta, për hezmet. Po, banesën e kemi pak shtrejt. Ku jetoni tash? Tash që të jemi të jetu në lek duke gjënë shkolla. Nga të kozhinë, sot? Po, nga të kozhinë, se vetë qikës nga të kozhinë se kemi këqyre, një banesë. 250 euro vëlla balë, edhe për ata që i ka, se 500 euro dhe mu. Edhe për ata që si ka mu, më zdvet për ta. Plus rryma e ujë. Rryma. Ujë të strujnë, po ma strujnë vëlla unë shumë, se ka nga na plesht, kërsejmë pak ma tepër. E nali bëlirë, nuk e loja, po s'pë kam qare pa dhe, zë qikën pe kam të smundu. Ta shaj ujtë më vynu, pa tjetër. Po vjen pak shtajnë, po qa më bënë. A je nalë me thonë vetës shyrejtë, a kanë fund në herë këto hjekat e mija? Ka herë më nalë me thonë vetë, te kur a thu kështëm shkanë më jeta. A te ko shkanë botën tjetër. Zëra ka shkru Allah i ma. Kam të te që kështë në botën tjetër, dhe për do ka më vujtë kështu. Neve jetë në dhonë mësim shumë të madhë shërejte, së dhe mos neve të rive, edhe gjithë ata që përna shohin. Sprovat jenë të ndryshme dhe lojshme. Por lojnë, sprovat. Ka e herë na nuk ja dim kimetin Zotit edhe qohemi pesh. Zotit duhet mja ditë shumë kimetin. Se shkatë qënë Zotit, kur lëtë më qëtë. Se ajna qënë. Ajnë më sporit për cënë, anë e qënë sa bonë, ju sa nuk bonë. Edhe të spërvanë qysh për agën të mata të smut. Në 30 vjetë kom pas burë, o kom qyrë se ku që të qikën që e kam të smut. 30 vjetë. 4 pleqë, e kom pas vjerën, po dhaj vjerët me gjë gru s'ka pas fëmijëq. Tash na jemi konë kalablok. Më një shpi, po dam, tash, këtë po dam, na djemë të minë do, dhe kam për do. Tash unë, a se marrë, tash unë me e marrë, api që më na plesh në rrugë, s'qitet plakin në rrugë. Veçania e që është, për mu, zerë shkollë. Edhe zerë njeri. Edhe zerë njeri. A shka të hojnë që ta thmit e mi, mu në burën në forë së kishna. Asë në forë, asë në shpish, ka për neki unë ka mërë në më vetë se ishë në fema, nuk do keme marë më vetë më shku. Se gjindja kanë shumë fjellë. Thash unë e flesh nuk e lojnë, thash. Tip ogja i burit, edhe gruja ogjës tjeri para 3 vjetë më ka ditë, 3 vjetë e ko. Pa djelë, pa qikë. Betona në Zotë, e në Koran, sa kanë hongër thmitë, mos më kënë konë atë. Ska që dhu, në sobë, shku në sobë vetë, ja kom do pjesën e vetë, kur të vjenë, e hanë. Kur heqë? Më brafti mofe Zotë që të ku jam, mësja për që a bonë kësa. I kom qyrë si babën tem, vlanë e vjerët si babën tem, gruën e aqës si nanën, se jo si vjerë. Vjerën e kom pasë, nanë për mi nanë. S'kom ditë unë ashtë, se kur tash që për dinë. O, Zotë runa. Shuret për një me ke ardhë në këtë studio, zakonisht na kem shumë njerës që vinë edhe na tregojnë hallet edhe dertet edhe kushtet që shjetojnë. Ama për mu personalisht, e besoj që edhe për juve të cilët për nëndishni, me rëfimin tonë sot na ke dhonë një mësim, jashtëzakonisht madh. Faleminderit. Unë e lusë Zotin, inshallah ti e kish netën. Më gjithë kërit dasha mirët.
e më ju. Dikush vjen në këtë botë edhe nga lindja deri në përfundim, ballafaqohet me lloj sprove, edhe mbi gjitha prapë qëndron e fortë, po krejt e veçanta kësaj e falendron Zotin për çdo sen. E dikush vjen këtë botë edhe jeton në luks e në saltanet, e kur nuk din me i thonë Zotit faleminderit për çdo sen. Neve na ke dhonë Shumë faleminderit. bukur një mësim, po mbi gjitha na ke dhonë motiv, forcë, Shumë faleminderit për jush. për me hecë për para, pa marë parasysh sfidave dhe Zoti ju është sprovave. përbleft. Unë e kom falenderu Zotin, sa herë të ndoj kamën e të heci, unë e lutë në Zotit, për thamë o Zot. Kush e ka këtë sprovë, qëfar do të ka, ti ki fuqi pelu në këtë tokën, ki fuqi dhe të tha me shiru. Subhanallah. O Allah, këmë thonë. Për kritë, se jeta vetën nuk të dvinë. As pasonia nuk të dvinë. As parja nuk të dvinë. Parja sa do nesër sa. Se kom pas kur. S'kom hajti me të kur, hiq. Që për vjen për pune, për vje burri, për më bje pare, jo, zot. E kom pas obligim ata, më thonë që shpegjoj. Jo që për ma bjenë nej pare, më thonë. Jo, zot, s'kom hajti me të. Qatë ditë kur kom pa, më sytë e mi. Asë sam, dhe që kom thonë, shka. Pa atëherë na jemi martu, se na kanë fiju baba nona. Jo se tash, pëgjojnë vetë. Atëherë o ka mryshe jeta, tash o mryshe. Ajo më si hartë që kemi hikna. Po unë prapë falenderoj Zotin, ki përnu për thmit, mi rritë. Nuk përnohet, jo pëse banë, që pëse banë, këj ba për thmin tëmë, për mu s'ki ba. Gjëse kur banë, tash qëre, tash përna ndemani jo, për thmin tëmë. Ata në kene falenderim për Zotit, se nësë mund më ta këthi kur nështë ta, s'moj, se më pas me gjithë zemërin e moj krejtve. Hishë më s'poqa në jarë, në poqa në gjepë, këta shë në rrugë, ja japë. A më haqë që Zotit ka thonë, jepë më që dorë se merë më që ta. Ti më sepë hiqë, së merë hiqë. Fjerë të moqëve janë krejtë të vërteta, por e nisë nuk për pëlqenë. Jo, i një konë, na kemi përnu në tokën, kemi arë fushë ma tokë, po që o do e smetas. Shret në videon që e pam, mësum që jemi qira dhe për të regon edhe vetë edhe me zi, po e përbalon pagesën e qiras, e mbi gjitha me vajzën qatë gjendje. Ushimin që 3 vjetë po e merë në kuzhinë të na. Po. Po bo është me shpi shret. Faleminderit shumë. O Allah, shpërblimin e Zotit ka qoftë djali. Shpërblimin tem ka qoftë djali. Edhe të vajza. Të vajza ju që pam në atë gjendje, ju po bohi me shpi. Shumë faleminderit. Shpërbleft e mafë e Zot. Unë e falendroj Zotin që më dha mundësia njëherë me të njoftë, e me marrë mësim nga rrëfimi jëtë, e mu përmirësu nga për veti, e mu motivu. Je shpërbleft Zotit më kretë stafin e më familjen tënde. Shkoni e mirë, Zotit ta dërgaft. Zotit shpërbleft ata që po pohën sebe, po jepin nga djerës atyne. Inshallah ata i shpërblen, inshallah ja bjen Zotit atyne më gjithë ty. Ti e bon sebeb, ata e nërë si mas teje, se je ta mën kështë, së kur burët të thëshën pleshet për para. Amin, amin, faleminderit. Inshallah që përblen Allahi. Shpia për të bëhet edhe një pension mujor për 100 euro vajzës, do t'ja bje. Faleminderit. Për hatë. Shumë faleminderit. Zotit shpërbleft në familje. Shumë. Inshallah Zotit kërstu. Amin, hadis të shëret. Shumë nanave, babalarve, shumë trejave ju ke dhonë një mësim me plët sprova ton jetën. Shëreti që ndrën e fort, edhe ja që shpresat nuk humbin kur.
po bohat me shtëpi të re shëreti dhe familjes. Shumë faleminderit, shpërbleft i mafit Zot. Zoti trujt, Zoti ju shpërbleft edhe juve. Shkojna me sigël, kthehemi prapë studio. Faleminderit shumë. E tani neve na duhet me gjithë forcën ku është kusash me vazhdu, me përmbyll këtë emision. Me të vërtet, fjalë që ndoshta do t'i kujtojmë gjatë mësim që shpresojmë të përmirësohemi nga fjalët e kësaj nane të sprovuar, e sidomos vetës të gjithë ju prind që jeni të sprovum, besoj na ka dhonë mjaft me kuptu që na duhet qëndrojmë të fort, që na duhet jemi njohës e falëndërues ndaj Zotit për çdo sen, për çdo sprov. E na gjithmonë jemi mirënjohës edhe falëndërues Zotit me çdo lloj sprove që mund na kapëlon. Ramazan, shumë i veçantë starti këtij Ramazani, 50 shtëpi të reja në komunën e Prizrenit kanë nisë, janë duke u ndërtu. Çdo natë me iftare në kuzhinat tona e në veçanti në shtëpitë të moshuarve këtu, në gjinat të Suharejkës në Voshtri e në Gjelan. Atmosferë Ramazani me musafir të ndryshëm, e kjo na bën që neve me ju thonë faleminderit për çdo kontribut juajin, faleminderit që po na jepni mundësinë me dëgju këtë rrëfi, me marrë mësim na për veti, edhe me kumtu lajmi se po ndryshon jeta juaj, po bohim me shtëpi të re. Të dashurit e mi, ky ishte emisioni i kësaj nate, para se me mbyll, të gjithë ju cilët keni dëshirë me kontributet e juaja përmes shoqatës bamirëse e Jetimat të Ballkanit, kontriboni të shumë familje nevojtare. Këto janë mundësit ku juve ja u lehtësojnë për me i dhënë kontributet e juaja për shqiptarët që jetojnë në Zvicër. Këto janë të dhënat e degës së shoqatës sonë dhe xhirollogaria e shoqatës në Zvicër. Për bashkëdhetarët tanë që jetojnë në shtetin e Gjermanisë, këto janë të dhënat e degës tonë atje. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, kjo është dega e shoqatës dhe dhënat e saj. Në Kosovë, dhënat bankare të shoqatës janë në Bankën Ekonomike, në ProCredit Bank, si dhe në Bankën Kombëtare Tregtare. Jemi edhe në Maqedoninë e Veriut, këto janë të dhënat e shoqatës tonë atje. Shoqata bamirëse e Jetimat të Ballkanit posedon edhe adresën e GoFundMe's, si dhe adresën e PayPalit. Po ashtu të gjithë ju të cilët posedoni numër vetëm vala, edhe dëshironi të ndihmoni shoqatën bamirëse e Jetimat të Ballkanit, mund të kontriboni me dërgimin e një mesazhi në numrat 55333 dhe 55444, ku ju mund të kontriboni me €1 për shoqatën Jetimat të Ballkanit. Ky është emisioni kësaj natë, unë Halili, banorët e shtëpisë Stafi. Ju përshëndesim edhe lutem Zotin me ju shpërbly me gjithat mirat njëkohësisht, kërkojmë nga të gjithë ju mos na harroni në lutjet e juaja në këto net të madhnueshme të muajit shenjtë të Ramazanit. Zoti kur mos ju humb. Shihemi nesër mbrëma në ora 10:30. Zoti kur mos ju humb.